Krishtlindjet i bën bashk. Përfaqësues të pothuajse të gjitha partive politike i amsyen katedrales së Prishtinës, ku organizua pritja për festën e Krishtlindjeve. U pan bashkë edhe ish presidenti Fatmir Sidiu me ushtruesin e detyrës së kryetarit Jakub Krasniqin. Të gjithë janë mbledhur për një arsye, për të uruar besimtarët katolik për festën e tyre. Gëzuar për shumat festën e shenjtë të Krishtlindjes. Krasniqi tha se Kosova ka plot arsye të festojë këtë fund viti. Tu gëzojmë sukseseve të reja që i ka arritur Kosova si rezultat i përpjekjeve të qytetarëve të saj. E udhëhecit e katedrales folën për rëndësinë e kësaj feste. Festa e Krishtlindjes është moment hareje dhe gëzimi, por njëkohësisht edhe dëshmi se Zoti ka hyrë në historinë njerëzore dhe na shoqëron në udhimin ton jetësor ka mshimi. Tot Gjergji tha se ky ishte viti pritjeve për të gjithë qytetarët. Pensionistët dhe familjet në nevojë pritin ndonjë përkraje sociale. Punëtorët pritnin se do t'ju rriten rrogat e partitë politike që do të fitojnë pushtetin. Krishtlindjet në Kosovë ndonse në masë jo të madhe respektohen shumë edhe nga popullata shumicë myslimane.